Në Trieste prezantohet libri Tra Aquile e Merli, një udhtim njerëzor në Ballkan mes shqiponjave dhe mellenjave. Në Trieste, një bashkëpunim me Librain Ubi, ku prezantuar për publikun libri Tra Aquile e Merli, autorit Lorenzo Gambetta, një vepër që sjell një vështrim të veçantë mbi një udhtim të tij me bicikletë nëpër Ballkan. Të ftuar deri në këtë aktivitet ishin gazetarët Antonio Caiazza dhe Gianluca Paciucci, ndërsa takimi u moderua nga Camelia Sheu, e cila drejtoi diskutimin me profesionalizëm. Gjatë prezantimit, autori Lorenzo Gambetta e përshkroi librin si një udhtim që shkon përtej dimensionit gjeografik, duke u kthyer në një përvojë njerëzore dhe reflektuese mbi identitetin, historinë dhe kujtesën e rajonit ballkanik. Sipas tij, Ballkani nuk është thjesht një sfond, por një hapësirë që detyron udhëtarin të ndalet, të dëgjojë dhe të përballet me realitetet të ndryshme jetësore. Në këtë rrëfim, bicikleta shndrohet në një element të kyç narrativ, jo vetëm si mjet transporti, por si një mënyrë për të jetuar udhëtimin në mënyrë të hapur, të ngadalë dhe autentike. Autori theksoi se udhëtimi me bicikletë përfaqëson një formë të rezistencës kulturore ndaj ritmit të shpejtë të jetës moderne në territoret dhe për vetveten.